إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريمي تكون vetëm Allahut të Madhërisëm, paqja dhe mëshira Allahut mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të flasim mbi vlerën e kësaj dite, vlerën e ditës së Xuma. Me shpresë që Allahu subhanahu wa taala të le ndikim në zemrat tona të ja kuptojmë vlerën e kësaj dite, nga se vlera e kësaj dite është haru në kohën e sodit, ku shumica e muslimanëve kalojnë këtë ditë sikur ditë tjera. Prandaj është e nevojshme që të folet rreth vlerës së kësaj dite dhe detyrave tjera që i ka kjo ditë. Edhe veçanti ky namaz i cili na bashkon neve muslimanëve në një vend. Namazi i Xumas apo dita e Xumas është një ditë e cila është veçori e këtij ummeti. Është një ditë e cila është veçori me të cilën ndallohet ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ku tha sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës, të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se neve jemi ata të cilët ua kemi parakalue jehudve dhe krishterve. Edhe pse ata ishin para neve. Në vazhdim tha sallallahu alaihi wasallam, neve kemi ditën e Xuma, jehudët e kanë ditën e shtunë, ndërsa të krishterët e kanë ditën e diell. Prandaj tha në vazhdim, neve do të bëmi llogari në ditën e gjykimit të parë para Allahu subhanahu wa taala, duke pas parasysh se e kemi ditën e Xuma. Ditë më e vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala se dita e Xuma nuk ka. Ditë më me vlerë, më me sevap tek Allahu xhalla wala se dita e Xuma nuk ka. Andaj Allahu subhanahu wa taala krijon çka don dhe zgjedh çka don. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allahu krijon çka don dhe zgjedh. Tek na njerëzit ndikon toka, po ndikon edhe koha. Ka shumë sende prej sendeve që ndikojnë te na. Prandaj Allahu xhalla wa ala prej tokave ka zgjedh disa prej tokave. I ka zgjedh Mesjidul Haramin, Mesjidun Nabawi dhe Xhamin e Aksas, Allahu e shliroft prej dorës së jehudëve. Por ka zgjedhur edhe prej kohërave Allahu xhalla wa ala. Prandaj Ramazanin e javës e ka bërë Allahu subhanahu wa taala ditën e Xuma. Ramazanin e javës, sikur që kemi Ramazanin gjatë vitit, dhe sikur që është haxhi një herë në vit, një ashtu Allahu xhalla wala Ramazanin apo kohën e dalluar, ditën e caktuar të javës e ka bërë ditën e Xuma. Asa për dobi vëllazër, Xumaja deri në Xuma na e krijon neve një javë. Hulumtoni në sipërfaqen e tokës. A ka ndonjë fe javën 6 ditë, 5 ditë, apo 8 ditë, apo 7 ditë kanë? Hulumtoni, shikoni, në sipërfaqen e tokës. Ndonjë fe tjetër. Sa e ka javën? Java si javë, sa zgata ata? 7 ditë. Dhe kjo është argumenti i ekzistimit të Allahu subhanahu wa taala. Kjo është argument i këtij hadithi që përmendëm te Abu Huraira radhiyallahu an për vlerën e këtij ummeti. Për vlerën e këtij ummeti. Javët edhe tek popujt tjerë janë 7 ditë.
Prandaj një prej shenjave të madhërisë së Allahut subhanahu wa taala, një prej shenjave të vërtetësisë të dinit islam, të fesë islame, që Allahu na ka nderuar, është edhe vetë kjo ditë, edhe vetë kjo javë. 7 ditë. Në javë, në ditën e 7, na muslimanët e festojnë këtë ditë, ku tha sallallahu alaihi wasallam se dita e Xuma është festë për muslimanët. Dita e Xuma është festë për muslimanët. Është ditë e Xuma, nga se i mbledh muslimanët. Për nahive të ndryshme, kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në Medinë, për nahive të ndryshme, për të ndëgjuar ligjëratën e atij alaihi salatu wassalam. Ditë e cila i bashkoi zemrat e muslimanëve, e cila i bashkoi rreth të muslimanëve, ditë ku musliman duhet të ndrojë mendimet, ku musliman duhet të konsultohen mes veti, ku musliman duhet ta shohin se çfarë vepre kanë bërë gjatë javës, ku musliman duhet të përfolin ndoshta lajmet që janë kryesore për veti. Po jo të bëhet ky mimber, mimber i lajmeve normal, por duhet të shtjellohen çështjet e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu është mimber, një ashtu është ditë, një ashtu është namaz, një ashtu është ligjërat, ku vijnë me laçet. Një ashtu është ligjërat, ku vijnë me laçet dhe rrinë në derë. Tha sallallahu alaihi wasallam, kush vjen në orën e parë, në çastin e parë të ditës së Xuma, me laçet e shkruajnë atë person sikur të kish therr kurban një deve. Me laçet e shkruajnë sevapin e këtij personi, i cili vjen në orën e parë të Xumas, pra në sabah, vjen dhe rrin në xhami sikur të kish therr kurban një deve. Kush vjen në orën e dytë, tha sallallahu alaihi wasallam, sikur me therr një lop. Kush vjen në orën e tretë, është sikur me therr një dash me brina. Kush vjen në orën e katërt, tha sallallahu alaihi wasallam, është sikur me therr një pul. Kush vjen në orën e pestë, është sikur me dhënë sadaka, sikur me sakrifiku një vë. Dhe pastaj me laçet i mbyllin fletorat e veta. Dhe pastaj me laçet i mbyll kanë fletorat e veta. Do thotë se vapi në namazin e Xumas, në ligjëratën e Xumas, çenka me ardhin e njeriu në xhami. Me ardhin e njeriu në xhami. Dhe ai i cili vjen në ditën e Xuma, duhet i bën këto njete. Dhe të hinë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë se me laçet i shtrojnë krahët e veta për njeriu i cili kërkon dituri. Duhet vjen në ditën e Xuma që të merr mësim. Duhet vjen ditën e Xuma që të arrin safin e parë. Duhet vjen në ditën e Xuma që të arrin këto sevape të mëdha që i paska përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duhet të vjen në ditën e Xuma që të afrohet sa më shumë nga imamit. Kështu tha sallallahu alaihi wasallam. Wadana min al-imam, dhe ai i cili vjen herët në xhami, bakkara wabtakar, pastaj para se me ardh pastrohet në shtëpinë e vet, dhe vjen në xhami e nuk i të kalon njerëzit mbi supe, nuk i mundon njerëzit mbi supe. Ky person ka sevape të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Ky person ka sevape shumë të mëdha tek Allahu xhalla wa ala. Ky person arrin shpërblimin sikur të kishte agjëruar dhe të ishte fal një ditë. Kështu kësaj lloj shpërblimi arrin tek Allahu subhanahu wa taala. Ai person i cili vika herët në xhami. Pra vëllazër, në kohën e sotit është humb vlera e kësaj dite dhe janë humb qëllimet, synimet apo parimet që duhet na udhëheqin këtë ditë. Prandaj tha sallallahu alaihi wasallam se në ditën e Xuma është një çast. La yuwafiquha 'abdun muslim, që nuk e takon një rob musliman atë kohë, vetëm se Allahu ja pranon lutjen. Vetëm se Allahu ja pranon lutjen, kanë ardhur dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'regu këtë çast, i cili është çast i vlefshëm. Dhe jo rastësisht Allahu subhanahu wa taala lën çaste, lën momente, lën kohra të veçanta që robi duhet t'i kërkon këto kohra. Në një hadith tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ajo është mesuljes së imamit dhe hutbes dhe namazit. Mesuljes së imamit edhe namazit. La yuwafiquha muslimun, nuk e takon një musliman duke e lut Allahu subhanahu wa taala vetëm se Allahu e pranon. Në hadithin tjetër ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është mendimi më i vërtetë
që kanë përkra dietarët e selefit, ndërtoa dhe Imam Ahmedi rahimahullah, se kjo kohë është mas namazit të iqindis deri në perëndimin e diellit ditën e xumah. Mas namazit të iqindis deri në perëndimin e diellit, dhe në hadith ka ardhur kështu se ajo është para perëndimit të diellit. Prandaj besimtari duhet të çon durtë veta. Duhet të vetmo në ditën e xumah me Allahun subhanahu wa taala, që ta lut Allahun xhallahu ala dhe ta sheh Allahun subhanahu wa taala fillimisht se ai është interesuar për këtë kohë që Allahu ka veçuar. Dhe kanë thënë dietarët islam, kjo kohë në ditën e xumah është e ngjashme me natën e Kadrit, që është Ramazan. Pra Allahu xhallahu ala për çdo xumah neve na bëj kanë natë të Kadrit. Për çdo xumah na bëj kanë një çast, një moment e cila është e ngjashme me natën e Kadrit. Që besimtari në mënyrë permanente, në kontinuitet, në vazhdimsi, të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me javë, të afrohemi tek Allahu xhallahu ala me muaj, të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala me vite, a ymri jon është 60-70 vite, sikur që tha sallallahu alaihi wasallam. Të afrohemi në vazhdimsi tek Allahu subhanahu wa taala në javë, të afrohemi në muaj, të afrohemi në vite. Tek e fundit këto janë mjetet matëse të kohës. E Allahu ne ka kriju këtë kohë. Dhe mos bëmi sikur njerëzit në ditën e gjykimit, ku do të vinë pishman. Do të vinë njerëzit të pendum, nga se nuk e kanë shfrytzuar kohën. Nuk e kanë shfrytzuar kohën siç duhet. Allahu subhanahu wa taala na paska bën nga ky umet që e kemi ditën e xumah. Një vlerë shumë e madhe, një vlerë shumë e madhe. Dhe çdo çast që është në këtë ditë xumah, duhet të përcjellet nga besimtari me salavate te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tha në hadith, dita më e mirë që Allahu e ka kriju juve është dita e xumah. Prandaj më çojini salavat mu. Prandaj thoni Allahumma salli wa sallim ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Thoni vazhdimsi Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Kështu më radh. Çojini salavat në vazhdimsi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra lutni Allahun subhanahu wa taala për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që ai të ndërmjetëson për njerëzit në ditën e gjykimit, apo për juve në ditën e gjykimit. Sikur që e bëjmë dua në vazhdimsi pas çdo namazi. Çdo namaz përcjellet me salavat. Po edhe kjo ditë është dita më e vlefshme që i qohet salavat atij sallallahu alaihi wasallam, dhe tha, nga sa ai i cili ma çon mua një salavat, Allahu i çon 10 herë salavat atij. Pra, nëse na e lusim Allahun për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu na e kthen neve 10 fish. Allahu na e kthen neve 10 fish. Atë dua, atë lutje, atë kërkim falje në mexhlis që është shumë më i mirë, në dëshmitar që janë shumë më të mirë se njerëzit, shumë më të pastër se njerëzit. Dëshmon edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku tha, nga sa Allahu ma paraqet salavatin e juve tek unë. Allahu ja paraqet ka salavatin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët i thanë, o i dërguari i Allahut, a nuk do të kalbesh ti? A nuk kalbesh ti në varr edhe Allahu ta kthen ty shpirtin? Tha, me të vërtetë trupat e pejgamberëve nuk kalben. Dhe Allahu ma paraqet salavatin e juve mua. Pa kur i çojmë salavat na atij sallallahu alaihi wasallam, kur përmendim emrin, na duhet të çojmë salavat në vazhdimsi, nga se ka ardhur në gjuhën e tij se ai i cili përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk çon salavat është i mallkum. Allahu na ruaj. Është i mallkum ai personi i cili nuk i çon salavat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai na ka porosit në hadith se kur njëri prej juve të vjen në ditën e xumah, le të pastrohet në shtëpinë e vet. Sikur që kanë ardhur arab, nomad, prej vendeve të larta dhe ndjers. Dhe kanë dhënë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush vjen prej juve në ditën e xumah le të pastrohet. Pastaj ka thonë, nëse ka mundësi le të parfymoset. Pastaj le të vesh rrobat më të mira, teshat më të mira. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, është mirë që njëri prej juve le të ketë një par tesha apo një tesh të lartme dhe një të poshtme të veçantë për ditën e xumah, jashta rrobave, jashta teshave të punës. Kështu tha sallallahu alaihi wasallam. Tash në kohën e sot ka sa dush. Po na duhet të ndërojmë këtë ditë dhe këto çaste, dhe këto momente ku Allahu subhanahu wa taala pas ka caktuar një kohë veçantë, ku zbrit kanë me lashë pak më shumë. Nga se kanë ditë e xumah. Ndalmi këtu, Allahu subhanahu wa taala pas ka bë ditë xumahs. Jamaa në gjuhën arabe do të thonë mu mbledh njerëzit. Nga se nëse dëshirojmë të arrijmë sukses në adhurim të Allahut, nëse dëshirojmë të arrijmë sukses në familje,
Nëse dëshirojmë të arrijmë sukses në davet, dhe kështu me radhë, kjo duhet bëhet prej xhamit, prej mbledhjes, prej bashkimit, prej formimit të atmosferës. Neve jemi ata që i formojmë atmosferën, njerëzit. Na e krijojnë vendin, na i krijojnë këto murrna, por na jemi ata të cilët edhe marrim prej kësaj. Prandaj, sa më shumë që mbledhemi, sa më shumë që kontaktojnë muslimanët, sa më shumë që i ndrojnë mendimet muslimanët, sa më shumë që këshillohen mes veti, sa më shumë që i thënë salavat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa më afër Allahu subhanahu wa taala, sa më afër Allahu jalla wa ala, sa më afër zemrat. Sa më afër zemrat, sa më shumë njoftohemi mes veti. Pra këto janë sunetet, disa prej suneteve që njeriu duhet t'i bën në ditën e xumë, që mos lihen anash. Prandaj, në ditën e xumë, prej suneteve që nuk janë të njohur të na, është ku dash për shtëpisë me dhënë sadaka. Apo në ditën e xumë me dhënë sadaka. Ditë e veçantë. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, hoxha jem Ibn Taymija rahimahullah, kur dilke për ditën e xumë, mirë ke me veti çka të kishte prej sadakas. Nëse kishte një kolaç me buk, e merke dhe u jep ke njerëzve ditën e xumë. Dhe tha Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, nëse Allahu subhanahu wa taala na ka obligu në Kur'an para se me shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhën sadaka, i ka obligu sahabët. Apo i ka rekomandu sahabët me dhën sadaka para se me shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E çka thu para se me shku te Allahu subhanahu wa taala? Çka thu para se me shku tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e xumë? Prandaj, prej suneteve është me hin xhami, mos mi shkel njerëzit, mos mi mundu njerëzit, dhe me fal namaz, apo me lexu Kur'an, apo me bë ibadet deri në momentin kur imam hip. Në ditën e xumë, është sunet kjo i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu në vazhdimsi të falet. Po dita e xumë përpara nuk ka 4 sunet apo 2 sunet kështu me radhë, por ka sunete mutlaka, sunete të lira që të falet njeriu sa don. 2, 4, 6, 8, 10 kështu me radhë. Apo të lexon Kur'an, apo të bën ibadet. Dhe ta takon Allahun subhanahu wa taala me zemër të pastërt. Kjo është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe një ashtu sunet është që të afrohet njeriu nga imamit që është hub ki sunet, domethënë i shoh shumicën e vllaznive radhitën mas në safet e mbrapa, nuk dalin përpara. Prandaj tha sallallahu alaihi wasallam, vazhdon njëri prej juve të vanohet në safe. Vazhdon njëri prej juve të vanohet në safe derisa të vanohet në xhenet. Edhe nëse ai hin në xhenet, mirëpo hini vanum. Allahu na lut. Edhe ai nëse hin në xhenet, hini vanum, nga se Allahu subhanahu wa taala prej zemrave tona don me pa se sa na jemi të gatshëm sakrifikomi për Allahun subhanahu wa taala. Nëse na nuk kemi mundësi me ardhmë në xumë më herët, nëse nuk kemi mundësi me plotësu safat vet, pa na thon dikush, nëse nuk afrohemi kështu vet nga imamit, nëse nuk e dim vlerën e kësaj dite kështu, çka thon nëse Allahu xhelala na kish obliguar me u vrar sikur që janë vrar Banu Israilit me zveti për tregu dhe konfirmu pendimin, a kishmi bë këta? A kishmi bë diçka që është më e vështirë se kjo? Kur një herë. Prandaj tha sallallahu alaihi wasallam që në ditën e xumë, nëse njeriu nuk bën ilegal, nëse njeriu nuk lun me gurzi, sot nuk ka gur, po ka tepe, ka vija tepit. Fillon dikush prej neve me shkrujt në tepe. Kështu lun shejtani me ta. Prandaj nuk bën mi bë këto sende. Nëse njeriu nuk i bën këto sende, atëherë tha sallallahu alaihi wasallam se xumaja deri në xumë është pastrim për gjunahet. Xumaja deri në xumë është pastrim për gjunahet. Sikur që është Ramazani deri në Ramazan, sikur që është namazi deri në namaz, po ashtu xumaja deri në xumë është pastrim për gjunahet. Pra këtë xumë, ajo që na dalloi ka më shumë ti kana këtë çast, këtë moment që shumë pak për njerëzve shoh që mundohen me kërkuar atë çast. Atë çast ku na kemi nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Na kemi nevojë që Allahu xhelal na tregon. Dhe një mesazh deri te ata njerëz të cilët nuk e falin xumën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tha, ose do të ndalen disa njerëz nga mosfalja e namazit të xumës. Ose do të ndalen disa njerëz nga mosfalja e namazit të xumës. Ose Allahu subhanahu wa taala do të ta çel tokën dhe të i fut në tokë ata njerëz. Thot Auza'i, një dietar islam i famshëm, i cili ka jetuar në Beirut, Allahu e shliroft Beirutin nga dora e armiqve, i cili ka jetuar në qytetin e Libanit. Në Beirut, thot, njëri prej njerëzve i angazhuar me punë. Njëri prej njerëzve i angazhuar me punë shumë. Bashkë në kohën e xumës, e mirë ke gamarin e vet me shku me bodrum. Edhe u vanoj ke apo nuk vike në ditën e xumës.
me fal namazin e xumas. Duke qenë angazhuar kështu, Allahu subhanahu wa taala e futi të zbashku me gomarin e vet në tokë, vetëm vesht e gomarit kishin met në zall. E ka fund tokë. Që të vërteton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se disa prej njerëzve lojnë xhuman. Edhe për fat keq, disa prej njerëzve ndoshta i lojnë edhe me fetva të xhallarëve, që nuk ja vlen asnjë fetva e hoxhës, asnjë mendim i hoxhës, e kështu me radhë. Nuk ja vlen puna, as shkolla, as angazhimi jot për ditën e xhuman. Dita e xhuman faret me muslimanët zbashku. Prandaj nuk ka arsye asnjëri prej njerëzve i cili është në vend, përposa i cili është në rrugë, me lënë ditën e xhuman. Dita e xhuman vllazni pas ka edhe qëllimet veta. Për qëllimeve kana, domethënë sikur që edhe pas ka emrin bashkimi i muslimanëve. Për qëllimeve kana largimi i idhnimeve të muslimanëve në ditën e xhuman. Për qëllimeve kana me shtu ibadetin muslimanit sa më shumë. Dhe në veçantë me kërku çat çast, çat moment la yuwafiquha muslimun, që nuk takohet muslimani me atë kohë, vetëm se Allah e bën kabull. Para mendo, nuk takon Allahu në çat moment. A hadithit pas kanë ardhur se kana prej uljes së imamit deri në momentin e faljes së namazit dhe prej kohës së iqindis apo në veçantë gjatë perëndimit të diellit, kur është deri dielli i kuq. Gjatë perëndimit të diellit, atëherë kanë çaj çast, prandaj çdo njëri prej neve le të drejtohet Allahu xhelala në kible, le të hyjë në xhami, le të hyjë në shtëpinë e vet dikun, le ta lut Allahun subhanahu wa taala për muslimanët. Le ta lut Allahun xhelala për vete. Le ta lut Allahun subhanahu wa taala për ardhmërinë e tij. Le ta lut Allahun subhanahu wa taala për xhenetin apo xhehenemin e tij, se ku është përfundimi. Pra, këto ishin disa prej këshillave, disa prej vlerave për ditën e xumë, kur Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një sure të veçantë për këtë çështje, që ka thënë sura e xumës, që lexohet deri ditën e gjykimit, ku i ka çortuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë pazar dhe nuk kanë ardhur për një herë, apo kur ka ardhur një pasuri prej jashtë, e kanë lënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikur që tha Allahu xhelala wa tarakuka qa'ima, të lajnë ty në kam, ata kanë qenë njerëz të sinqert, prandaj edhe janë penduar një herë dhe e kanë shfaq pendimin para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e në kohën e sotit çajo dalje e jona është mendimin kur njëri nuk e ka në xhami apo në ligjërat. Nuk guxon shpirti jon me dal jashtë. Por duhet me kon i koncentruar këtu në xhami, për atë që thuhet, për atë që folet, për atë që bisedohet dhe për atë që tregohet për vlerave. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhalla ala na mbledh sikur që jemi kështu në xhenetul firdausul ala, me pejgambert, me shahida dhe me njerëz të mirë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që vlerat e kësaj dite na sa më shumë të shfrytëzojmë dhe Allahu të na mundson me takuat kohë ku Allahu është i kënaqur për njerëzve dhe pranon duat dhe pranon ibadetet. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhalla ala musliman të ndihmon, që Allahu të dobët e muslimanëve të forcon, që smurrat e muslimanëve Allahu të shëron. Lutim Allahun xhalla ala çdo musliman dhe mujahid që lufton rrugën e Allahut, Allahu ta ndihmon. Lutim Allahun xhalla ala që Allahu subhanahu wa taala musliman dhe serit i ndihmon. Në veçantë ata që luftojnë rrugën e Allahut, Allahu t'i forcon. Lutim Allahun xhalla ala Allahu shahidet t'u pranon. Lutim Allahun xhalla ala që plagosurit Allahu t'i shëron dhe t'u lehtëson. Lutim Allahun xhalla ala që Allahu Bashar Asadin së bashku me ushtrinë e tij Allahu ta shkatron dhe çdo ushtri e tij që është në botë Allahu t'i zhduk dhe t'i shkatron dhe t'i bën ibret për njerëzit që marrin msim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.